Unë jam pak natyrë e vështirë për të më bërë të besoj në diçka. Megjithëse isha unë ai që shtypi butonin e golden buzzer një prestigiatori. Në skenë sonte vjen një prestigiator, një mentalist nga qyteti magjik i Beratit. Rikthehet në skenën e Albania's Got Talent Klesti Hoxha nga qyteti magjik i Beratit. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Sot për ju kam përgatitur një numër shumë të bukur. Bravo. Ku kam një dhuratë që dua ta vendos afër gonit. Faleminderit. Dhe të lutem nuk do ta prekë njëri deri në momentin që të them A unë. mos ta prek. Është magjike si Berati. Po. Këtu kam një pako letra me vete Po. dhe i tregoj që janë të gjitha letra të ndryshme. Kastro, dua të më thuash stop me një vend ku duash ti. Okej, Ti ndajmë në 4 grupe. okej. Stop, 1, stop, 2, stop. 3, 4. Këtu ndam 4 grupe me letra. 2 nga këto grupe do t'i kthejmë në këtë formë dhe do t'i përzjejmë, po jo një përzjerje normale, por disa para dhe disa mbrapa. Do më thëmë para mbrapa. Po, Po. mix. Okej, dhe grupin e fundit. Do t'i përzjeve majtas djatas, jo Po. para mbrapa. Janë disa letra para dhe disa letra mbrapa. A mirë. Duket? Po. Po. Atëherë, unë do t'i mbyll letrat dhe do i vë në këtë mënyrë. Sa përqind mendon se me një trokit e gishash i kthej të gjitha letrat siç ishin në gjendje fillestare? I si e UFO tani, ka të fare. Si do t'a bësh ti me një shu gishtash? Okej, në rregull. Trokasim gishtat dhe i japim letrat. Mos, më duket se nuk janë kthyer të gjitha letrat. E shikon? Shikon, thash, mos bën të gjithë. Por mund ta rregullojmë me diçka tjetër. A the me një kërcit e gishti, kjo... Unë këtu me vete kam një kartmonet 2000 lekëshe Po. dhe Do dhe 8 pe u dozhdoj juve. Mua këto këto të voglat më japin mua gjithmonë. Lutem lexo pak te leku kodin serial nga mbrapa. Po din serial. Po, A, prit. Laka, agron laka. A, në rregull. 6-0, 0 nuk e kemi, 6, po, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 8. 8. Faleminderit shumë. Ta mbaj këtë. Po, futen në gjep atë. Le djalin kthehet në Berato, ç'a bën ti? Këtu me vete, Lekë magjik. këtu me vete kam një pako me letra të tjera që janë të veçanta sepse janë me flamurin Ina, ku që zi. ton kombëtar dhe i tregojmë që janë të gjitha letra të ndryshme. Duket? Po. Lutem Adelina, mund të zgjedhësh një letër, çfarë duash ti? Fal. Zgjidh një letër. Tregoja për publikun, ma trego dhe mua, nuk ka problem. Okay. Por ta bërë më të veçantë të letrën, lutem shkruaj diçka në letër. Lek shkruaj. Firmën tuaj ose emrin tuaj. Ja të shkruaj çfarë doj firmën tu. Kuj dëshiron nga kolegëve tu që t'ja japim dhe të shkruaj diçka tjetër në letër? Elsës. Në rregull. Shkruaj, ose vizaton në një gjë. E, ka ku aty të vizatoj zogun? Në rregull, faleminderit. Dhe e tregojmë letrën. Vizaton. Lutem këtë letrën do ta mbyllim në këtë mënyrë, do ta palos. Me do dali 2000 Dhe lekë. të lutem dua ta mbash të kafshuar në dhëmb. Ua, shqipare. Po, në Adelina, atë po formë. i gjena. Dhe për mua ngelet letra e parë
e cila është shtata maç. Ti qofsh. Edhe unë po shkruaj diçka këtu. Po zma dushi. Jo. Atëherë shkruajta emrin këtu dhe një firmë të vogël. Qofse e marr shtatën, e palos në këtë forum Mos të tuash mua në kafshore, se dhe e s'ka. mbaj këtu. Mirë. Lutem mund t'japësh pak të dyja duart. Këtë forum. Kujdes. Po që... Po kur të nxjerri hartën e Adelinës. Lutem hape pak shajtë e duart. O, zot! Adelina na tërgo si e bëre. Shumë faleminderit. Unë nuk bëra asgjë. Shumë faleminderit. Dhe këtë letrën do ta marr kujtim nga ju. Shumë faleminderit. Po, ke dhe atë nënë e Adelinës, mund ta riprodhosh nesër pas nesër, një Adelini. Atëherë, numrin e fundit e kam përgatitur për Elsa. Këtu kam një libër. Dhe brenda librit është Prince Harry. kam një foto të 4 anëtarëve të jurisë. Do shkish në një nga ne. Atëherë, Do me Elsa, heqësh mua. të lutem, dua të më thuash stop në një vend ku duash ti. Stop. Këtu? Është në rregull? Atëherë, e vendosim letrën, foton tuaj, dhe të lutem dua që të mbash mend numrin e faqes edhe fjalën e parë ku fillon teksti. Në rregull? Numrin e faqes edhe fjalën e parë ku fillon teksti. Ose Rregull? tregoj sa. Tregojmë? Ta shikoj çiko? Po, Po do të afrohesh se ashtu unë... patjetër. Numrin e faqes edhe fjalën e parë ku fillon teksti. Në rregull? Është në rregull. Atëherë, të lutem mund ta mbash pak librin dhe vëri një dorë sipër në këtë mënyrë. Betohu, do me thënë. Këtu kam lënë një dhuratë që kam lënë që në fillim kur hyra. E di që Apo është jo? për mua, po, faleminderit. Jo, të lutem hape pak, ka një kuti brenda. Po, Lutem hape pak fjongon. po, gjithmonë dhuratat më bëjnë të dritë në duart. Lutem, në kuti ka një mesazh brenda. Mund të më japësh pak? Ta marrësh ti, jo unë. Po. Tu ka një mesazh. Dhe më duhet ta hap. Në këtë mënyrë. Dhe këtu është një gjysmë faqe libri. Lutem, lexoj pak çfarë faqe kam këtu. No. Ma thuaj pak numrin e faqes. 234. 234, e njëjta faqe që Elsa patë libri. Po. Po, Por të lutem, mund të hapësh pak librin në faqen 234. Patjetër. Dhe wow! del një faqe e grisur. Mund të më hapësh pak? Tu del një faqe e grisur, do me thënë që faqa Nuk ishte- nuk ekziston e plot, por këto janë simetrike me njëra tjetër. Bravo. Faleminderit. Qa bravo, moj bravo, i thot. Po si Na lejon gris të grisi librin. librin? Gris libre në foto. Harrova. Dhe në fund Në fund është fundi. duhet ta pak makinën llogaritse në telefon. Dhe të lutem Kastro, më thuaj një numër 3 shifror ose 4 shifror, çfarë duash ti? 2006 2006. 006. Po. Shumëzim. Elsa, një numër, je e lirë të thuash çfarë numrit duash? 4. 4. E do shumëzim apo pjesëtim? Pjesëtim. Pjesëtim. Adelina, mund të thuash një numër çfarë duash ti? Është. Po do mund të vazhdosh dhe me 5 shifra, me 3 shifra, ju e dini. 63. 63. Shumëzim apo pjesëtim? Shumëzim. Goni dhe ti thuaj një numër çfarë duash? 10-16-05. 10
16-05. 16-05. Ti e vendos, do shumëzim pjesim apo do baraz? Më mirë baras. Baraz? Berati Kuqova, baras. Sa mund ta shtypni pak barazimin? Shtypeni sepse. Okej? E del një numër. Ai është viti im I lindjes. Dhe të lutem mund ta shënosh pak këtë numrin Po. Fillimi është viti të im I plot lindjes. pa presje, Po ku t'i gjej sa veta janë në sallë. me shkruajtje të mëdha, domethënë. Ose shkruaj italisht, Elsa. Ja, po mundohem, Goni. Në rregull. Këtu del një numër ku ju dhat secili nga ju dhat numra të ndryshëm. Dhe qofse bëjmë një ndarje, domethënë do bëjmë 2 ndarje këtu. 1 2. Elsa, çfarë të kujtojnë për ty këto 2 vite dhe 1 moshë? No. Elsa Lila, Elsa Lila, Është viti Ka lindur- 1981, është viti im I lindjes. 1996 është viti I parë kur unë fitova me këngë pyes Loti në moshën 15 vjeçre dhe për ty kam një surprizë. Për ty kam një surprizë. Sa e bukur Fantastik. kjo. Po, bravo. O, Berat sa I bukurie. Magjik. Do na nxjerrë Elsa në Berat më duket. Ua. Përshëndetje Albanians Got Talent, ndodhem në Kalan e Beratit dhe nga këtu kam një mesazh për ju. Mamma mia. Do me thënë, në klip doli dhe fjala e parë që ju mbajtët mend të libri që ishte intervista, apo jo? Po. Shumë faleminderit. Wow, fantastike. Fantastike. Harove, Po, për mua ishte kot fare, kush dhurata ime? dhurata ishte do me thënë... Jo, më thej që kam një dhurat për ty. Se që atrazove brenda ti dhe zore Elsena. Bravo djali, je shumë I talentuar. Shumë faleminderit. Bravo. Në qoftë se do të më lejosh, se je çuniri, skena Po. dhe kjo magjia e lojës kërkon disa elemente të tjerë të cilat unë sugjeroj ti pasurosh. Sepse ke një fushë shumë të bukur përpara. Realisht je djalë I befasishëm, realizon gjëra që nuk I kap dot fantazia, për momentin flasim më. Duhet të shtosh çik elemente të prezantimit dhe të elegancës së realizimit të numrave. Po. Domethënë, jo të thjeshtëzuar. Jo I thjeshtëzuar në lojë. Ka disa lëvizje, mund të shikosh, sepse çfarëdo lloj arti bëhet nëpërmjet punës, leximit, por njëkohësisht dhe përvojës, së eksperiencës ku shikon dhe bën, sepse modelet nuk mund t'i skalitësh vetë, domethënë do dhënë një, do shikosh diku, se cili kërkon sy diku për të parë. Unë këtë do kërkoja, pra më tepër të kishte pak më klas, do thoshja në gjithë prezantimin në lojën tënde. Kjo është shija ime. Pra përballë talentit tënd unë them për ta pasuruar me këtë element, patjetër do dukesh më I bukur se që. Shumë faleminderit. Bravo. Unë gjithmonë mrekullohem nga kjo botë ku ndodhin këto gjëra që nuk I shpjegoj dot. Dhe u mrekullova edhe sonte, do doja shumë të di si I bën, por nuk e di dot, dhe kjo është ajo superfuqia jote, të lumtë. Shumë faleminderit. Mua më ke kënaqur shumë sonte me numrat që solle dhe doja të të falenderoj aty edhe Beratin. personat që ishin në Berat. Faleminderit për dedikimin. Faleminderit. E vlerësoj shumë. Faleminderit. Më emocionove sepse nuk e mendoja se duke shtypur numra e duke të dhënë numra në fund do të rezultonte një datë shumë e rëndësishme për mua. 1996. Po. Mendoj se ke shumë talent për të sjell numra origjinal dhe të pa bërë më parë. Je shumë origjinal në numrat që sjell. Faleminderit. Ashtu siç
Ashtu si që tha edhe Goni dhe si që unë të kam thënë radhën e kaluar kur ti paraqite në audicione, mendoj se elementi i aktrimit është shumë i rëndësishëm në këtë artë që ti përcjell. Mendoj se je ende i ri dhe prandaj nuk e jep apo nuk e lëshon veten që ti jesh pak më, si thuash, pak më i lirshëm në paraqitjen e numrave të tu. Kjo është e vetmja gjë që mua më mungon nga ty. Pak ngurtësia dhe paraqitja pak më spektakolare e numrave. Përndryshe, mendoj se me kohën ti do të rritesh dhe do të bëhesh një super magjistar. Faleminderit. Vesti, nga dalja jote e parë, ose e fundit në daljen në kronologjinë e Albania's Got Talent, mua me erdhën pafundësisht mesazhe dhe telefonata në lidhje me atë që thash, që Lida Berati me magji dhe me një nën të fashme që quhesh Zerdile. Për çudinë edhe ky 2000 lekë që mua më kujton kur isha shumë i vogël, që radha e grave që donin të hiqnin alkoolin te burrat e tyre, i jepsin një 2000 lekë në Zerdiles, që tash i duhet të jetë në një botë tjetër. Zerdeli apo Zerdile? Diçka e tillë, e di që ishte në mbrakull të Poliçanit, Goni. Domthonë jemi te ai pellg. Ishte magjik sot, shumë bukur. E tham shumë herë magjik, shumë i jashtëzakonshëm, shumë Faleminderit. Jo, po e mbaj unë. Jo, Do pi birra me Goni sa të mbaroj me këtë. Na jepni kafe. kam një diçka. Se është libri Prince Harry dhe unë e hapa rastësisht faqen dhe po je mjeshtër, ky është duke u puthur me këtë Megan, si e ka kjo. Mega. Ja, është duke puthur. I je magjistar ti mi shkputësh dot këta. Diet. Ma puthen me. Sa provojmë. Janë duke u puthur këta, ti qisi. Jo, ti pyeta, ke bërë një herë magjira të ndonjëri si do të bie dashuri me ndonjërin? Jo. S'bën kështu magjira. Jo, thjesht numra shpejtësie me. Unë të këshilloj t'ja nisësh se do bësh lek të madh. Unë i parë i do ysh në një gjë. Nice. Bravo. Faleminderit. Pashë. Vajza që do të vi tani në sken ka fituar simpatin jo vetëm të publikut, por mbi gjitha të publikut që na ndjek nga Kuksi, sepse përfaqëson më së miri këtë qytet. Është komplimentuar për vokalin, për paraqitjen skenike, për veshjen mbi gjitha. Rikthehet në këtë gjysmë finale të tretë me një dorëdhënie shumë të madhe, Luna Nerguti.